Faleminderit shumë për telefonatën, ju përshëndes. Mirë mëngjesi. Ecim me njerë me telefonatën e radhës, na vjen mirë që kemi kohë dispozicion dhe ta shfrytëzojmë. Urdhëroni, përshëndetje. Shqyr kam qynë mjesë që i bi telefonit, se hap telefonin për i mirë. Shiko, do të them dy gjëra. Do të them dy gjëra, megjithëse nga më lejo 2 sekonda. Më dëgjoj 2 sekonda. Do t'i jap kohën e mjaftueshme, më dëgjoj 2 sekonda. Mjaftueshme atë. Po ja më dëgjoj 2 sekonda, dëgjoj. Urdhëro. Së pari, herën e fundit nuk e mbyllën fort mirë komunikimin së bashku, më mërzitet pak. Dhe tjetra ka dy gjëra të sotmet. Do t'i që dia unë po mendoja, thash, zotëria nga Kavaja u bë kohë që s'na ka telefonuar e para, dhe dyta, ti thuaj bie telefonit ti s'më hap. Unë kur lexoj gazetat, si ta hap? Tani e kemi hapësirën e telefonatave. Të dëgjoj. Në gjë, nga së parë duhet qasi qikës për atë konfliktin Izrael-Iran. Në gjë, ne Shqipëria e shumë dësh musliman, po ne jena servile, jena njerës pa unë habite me këte popull mërë. Si mërë të vrasi Hamasin e qunë grup terrorist a Izraeli. Pa nuk është torë për këtë popull, për këtë vend, që 70% janë musliman mërë. Që është kjo mërë për? O zotëri, po është torë, pëse jena servile, jena popull. Ne të pak të mbajnë atë anën tonë, të përkrajnë muslimanët. Po si më t'i bim hashtë muslimanëve ne, kur e i vret fëmija Izraeliti, shkon e vret atje në Hamasi, e do të largoj palestinesët gjithë to. Që është kjo punë, mërë? Kjo është Aleqalliku më i mos t'i bëj shqiptarët me njeri tjetër, me se jemi shumica jena shqiptarë, jena musliman. Tjetër? Ajo tjetra për punë e drejtësisë, i bëj thirrje aty nëse të gjithë ata që kanë lënë vettingun, ata duhet ishin në përburgje, prokurorat, drejtjet bire gjyqtar. Po si më bëhet deputet i asaj me i legjës, si më i tjetër shkoj profesor në universitet, t'japi mësim nga ata që s'kan kalu vettingun. Po ata në gjithë duhet janë gjithë kriminal, ata në gjithë vrasës, ata kanë falë burgosë, me kanë falë vrasës, mërë. Që është kjo mërë? Që me gjinë gjonin e me atë ndojnë, a i ndojnë po deputet e bërë Saliu, po Saliu kriminell këtë dhjetë, të ka thonë disa herë, Saliu ishtë nga të vrasës të kryesor. Zotrim. Po ta e në ushtarët e Saliu të gjithë. E fundit. Urdhro. Nis rinumrimi votave, një 25%. Çdo sjell më, çfarë do na tregoj? Të një gjohë, një do sjelli 2 mandate, një firë, një ati të e mojtë ja grëshe, sa grëshe me salën a zho, o zotri, pa i kërkot bëha i grëshe, a ishe njëri pas vlera fare, kur thotë do atë për kryetarin e bashkisë Tiranës, do të sjellë me Saliun. A ishte një majmun i klasik okej, mirë. Faleminderit, përshëndes për telefonatën. Unë edhe më kujtohesh edhe me kënaqësi të dëgjoj, por kur merr shpesh herë Super Gjiro, se e ke pak e të brëndshme edhe nga natyra, edhe te i kalon etikën e programit, por ka diçka, edhe unë kam parë dhe kam dëgjuar në fakt 2-3 ditë më parë, që nëse do të zgjidhet, ishte një komunikim i zotit Agron Shehi, kryetarit Partisë Mundësia dhe deputet aktual, që nëse do të ketë zgjedhjet parakohshme për Bashkinë e Tiranës, ai tha që nuk është çështje koalicioni etj etj, por sipas tij opozita duhet dalë me kandidat përbashkët, edhe ai ishte dakord, edhe propozonte këtë lloj ideje apo mundësie. Përshëndetje.